Kuvendi i Shqipërisë i dha fund një diskutimi, debati, polemike, përplasje të gjatë lidhur me kërkesën për të autorizuar heqjen e lirisë së një deputeti. Dhe çështja e deputetes Belinda Balluku, sipas meje, sipas nesh, është një çështje e mbyllur. Kuvendi u shpreh, pasi trajtoi me shumë përgjegjësi dhe me kujdesin më të madh të gjithë çka ju vu në dispozicion, dhe nuk e autorizoi kërkesën me vlerësimin se kërkesa është në vazhdën e një kuturisjeje e cila nuk mund të vazhdojë pafundësisht, ku njerëzit trajtohen si të ishin mjete në dispozicion të luftës kundër korrupsionit, edhe kur nuk bëhet fjalë për korrupsion, edhe kur nuk bëhet fjalë për përvetësime për interesa personale, edhe kur nuk bëhet fjalë për ndonjë arsye që mund të pengojë zhvillimin e hetimeve, dhe merren edhe futen brenda, duke praktikisht e kthyer Shqipërinë në delen e zezë të Këshillit të Evropës, të gjitha vendet të Këshillit të Evropës, jo të Bashkimit Evropian, si vendin me më shumë të paraburgosur, pra të kyçur brenda pa gjyq, sesa të burgosur, pra të gjykuar dhe të dënuar. 58% e popullatës që ne kemi sot në sistemin e burgjeve të Republikës së Shqipërisë nuk janë gjykuar, por janë në burg dhe jetojnë me taksat e shqiptarëve në vend se të jetojnë me punën e tyre jashtë burgut dhe të ndiqen në gjendje të lirë. Natyrisht nuk flas për të gjithë, sepse me siguri mes tyre ka dhe nga ata liria e cilëve duhet kufizuar paraprakisht, pasi janë kapur në kushtet e flagrancës, kanë kryer një vepër të rëndë penale, janë shoqërisht të rrezikshëm e të tjera, por në tërësinë e vet, përderisa Këshilli i Evropës ka vënë alarmin për këtë çështje, ne nuk kemi se si jemi të shurdhët, dhe ndërkohë që